jam konë komandant i njësisë territoriale për 10 vetë, i kom pas. Kemi liftuar të në ka hi, anëmiku në ka shpartaluar. Në atë kohë tani është dashtë, se unë jam konë me gjithë djallë, edhe është dashtë njëni me shkuat e familja. Pej aty tani është diskutuar cili me shkua, unë atë djalli se djalli e kunë pa i botë 18. Pa i botë 18, i ka 17 e diqka, pa i botë 18. Edhe tash, unë ju këmë thanë aty një më në kuë, që unë jam maj vjetër e këmë shërbyrë ushtrinë Jugoslave, ishë Jugoslave, edhe jam pak maj njoftën me këtë sene, është mirë, unë me, ata më kanë thonë me jeshë ndet ligë, është ma mirë ti me shku të rëpët të fëmija, se djalli me nejtë është maj letë, maj ri, maj përdërshëm për neve. Që aty jemi da me djallë, edhe bilim ka ardhë keqë, me i thonë se s'ku menu që e shohë më kurë, e me i thonë që hajde halashtisë mja diçka më ka ardhë keqë, këmë thonë tukë të djalli, po i këmë thonë ditën e mire dhe këmë vetë sa pushk i kjenë automatik, sa fishek i kjenë automatik, më falë. Tha, i kam 45. 25. Thash, me 20 mundesh me bo qka dush, 5 duhet me i majtë në pushk gjithë. Tha, pse? Thash, ato kalzën nevoja, mësën nevoja. Edhe llogaritësha që me ardhe sapi me ranë, në dorë të mikut, duhet me vra vehtën e mësë me ra. Që ata i kom thonë gjithë mi pas 5 fishek në municion, mi pasën pushk. Aty jemi da, tani unë jam shkue të rapt, i kom gjetë të rapt, unë si bofës, prej si bofës aty kom nejtë 30, nuk në kanë lanë me nejtë, asë aty, jemi dalë Shajkovës kom jetë 7 ditën e parë bombardimeve, jem konë Shajkovës. Aty tani jemi dalë, dhe pe Shajkovës jem këthyra një 30, unë si bofës, prej si bofës tani apet ardhë. Lufta në ka përcjellë, jam i shku në Batlavë, pe Batlavë, në dëzë kemi nejtë. Një 3 javë më duke këtë ashtu, jemi këthyra në Halabak, prej Halabaku, rrugën për Prishtinë. S'mu shumë në nëzonë venë kërkonë qërtu. Çfarë kushte i keni pas gjatë luftës? Kushtën e kemi pas, qëtëra të në pikën e fundit se s'kem pas, as kem pas. Unë e për veti sa për me i bajt fëmijën e kem pas i traktor. Jam bajt me ta, të në Makovës. Në Makovës se kem lënë traktorin se unë betë pa naft, e kem lënë që atë një shpi, edhe i kom marrë fëmijën kom, edhe jem shkue në Prishtinë, të një sebe për gruës. Më haltë më azerve, e kemi gjetë shpinë ajo i shkondalë, shpinë e kemi gjetë aty. Kemi nejtë atë natë që jemi vendosë aty, nuk kemi gjetë kërkon shpia që kom shele, kemi qelë, që ne ka qelë dikush, jemi hi, masi jemi ra se të lodhën të raskapitën deri në pikën e funit. Masi jemi ra, jënë ardhë një 2 vajza, kështë kohës tane, edhe një djallë. Jënë ardhë ishën kënë studentë, ata ishën kënë Prishtinë, ishën kënë atë rëthinë aty. Edhe librat i këshën pas aty. Kur jënë ardhë aty, në kanë pa neve, në kanë pa që jemi pa hamur, pa pije në shkue, e kanë qitë një tepsi një krelanë bëli, e kanë qitë dikun, atë edhe ne kanë po kemi hamur aty. Edhe të nesret jemi që apet, ku jemi që të nesret, me thonë ja, një dita 2, kemi nejtë aty, është arë një sebepi jemi atë jemi takoni me një motër, është arë dhe ka thonë, na menojmë me shku për Macedoni. Edhe, apo vjen edhe ju.
Unë e kom pas edhe baballakun me veti se ai nuk ka pas djem, kështu që 11 vjet e kom majt. Ato, në atë kohë ka qëllue me mua, e ai, se unë isha natën e parë, për parë që këfa lajmi apo vjen për Macedoni, merë në gjova se po janë hine për fshat, në për aty në për Prishtinë dhe po i rrehin njerëzit, bile o kom fjala e asaj mjekës, që jakshin pa gjetë dikon në shtëpi, Ruskina që i theshin atëherë, jakshin pa gjetë në shtëpi, edhe ikshin rreh, bo lam tani edhe atë mjekën psike, pse po i man. Këta, e di që është në hini droja, s'kuzej shumë as me nejtë aty në mahal mazheve. Edhe jemi dalë, me gjithë se ai baballaku shumë pritajke. Jemi dalë në Prishtinë, te Rilindja aty, o shkua një dhanër, e ka pagu një autobus në Tjertoris. E ka pagu 500 marka, ardha i autobusi më na marë. Edhe më na qipët për Macedoni. Kur ardha autobusi, jemi hiat jarë një policë. Një policë është ardhë, edhe mas jemi në autobus të tonëve, i ka da, si ka thonë, kërkujna kur gjo, mua më tha ti duhet me zbrit, tha se na jemi arë me liftu me juve, tha ju po ek një krejt. Tha shvallaj nuk mujna me liftu se si jemi të barabartë. Tha këshure vetën edhe këshure mua. Ti sa jam ato se njës, unë s'ka kam. Tha se qysh mujna me liftu në bashkë, kur si jemi as të parafër, thash me, tha valla, pa marë parasysh, tha, se menoj kaj që me dhënë pare e kështë qëllimin. Edhe me thonë tani shko, po na nuk i japë pare, edhe s'kishom. E na shdrypi. Masi na shdrypi, unë edhe s'pa familje se resh me shkue. Ku na shdrypi tani, unë esëm na mu këthy apet në vend ku jemi konë, mas një ku apet na ka thjerë, hajde se banë tash me shkue. Ku jemi këthy e jemi aty, krejto hi i ka zirë, apet arta ku në ka thonë ti duhet me shdrypë. Mirë për fatin temë, ai vozici, kështë që janë i Sibovësit. Edhe ai më kishë njoftë mua, edhe i thetë, tha qëre, tha në logun e kom në logun, tha nëmën tina, që se lënë që të njëri marë, se së mleke më shku mua, që se lënë, tha që të njëri marë, tha munëm duhet me jep gjinën, tha se une pe pos njërin që ka pagu autobusin, në logun që ka në mito, tha unë nuk muj me qua njëna. Atëherë polici është drypë. Kështu poshtë, unë jem konë mas tina, se më tha hajde, kërë dalë të dera, ra poshtë në tokë, ma ka bo me dorë, që ka që 2 dorë për mas, edhe ma ka bo që naljo. Me dorë, vesh me dorë, më ka dhënë, unë e jom nalë, dera o më shirë, se kërë e ka përcilë, o më shirë dera dhe kemi nishë, kemi shkutan në Macedoni, nuk kemi pas problem rrugës. Jashtë nërë kur jemi shku në kofi, që jemi shkue, aty në kanë da familje që jemi konë, edhe i njëhke sa në tatë familje, si ko penzon familjarit që ku i ke emnin, ta një sara bika, ja i bëjke veç vija, edhe më shelke me një vija më shelke kështu, kështu që jam këthyrë herë, këmë kështu thash për ymërë, më këthyrë për Kosovë në skemi. Mirë po që fati, erdhë salën që shu salë, edhe që ku jemi këtu, sot jemi në gjendje me dhëmë në intervistë. E tash që shdokën të kushtet në Kosovë? Kushtet në Kosovë, tash janë të mira. Mirë po thëmë në pleshtë e përdore fjallet e vjetra. Rahmeti o quës s'ka rahmet, e dyta nuk ka i të bagë njën e tjetërit, nuk e dojmë njën e tjetërit. Se menon që se? Kemi zili në njën e tjetërit, pse njërës jonë qoshit. Njëri është qoshit. Për shemëll, njëri që i këshur veç interesat e vetë, e nuk i këshur interesat komtarë, interesat e shoqërisë, interesat e
njerëzve e të mos shkurt intereset Kosovës dhe trokës Kosovës, a i menon veç për veti, a i tane nuk sheh ma largë, vetëm ma drejtimin e vetë edhe fitimin e vetë, edhe me mush gjepat e vetë. E aty kemi na qalim të madhë, jemi të dopnët, edhe e dyta, nuk jemi në gjendje me kuptue kush ne do të mirën edhe kush ne do të keqen. Jemi qasi njerëz që nuk dim na me kuptue kush është për ne edhe kush është kundër nesh. Për shembull,